Dhe ndërkohë që djemtë kombëtares të kenë gjithçka në rregull, nga fanellat, uniforma dhe gjithë materialet, është një njeri përgjegjës dhe atë e njohin të gjithë, është Tosi. Tosi! Ç'po bën? Të shohim mirë këtu? Mund të hym? Po patjetër, po përgatis uniforma për ndeshjen e sotshme. Është e vërtet që po mos ishe ti gati dhe mos ishe ti gjithmonë korrekt, mund të kishim ndonjë problem? Besoj se po deri tash s'kam bërë asnjë lloj gabimi. Çfarë bëhet? Më trego pak si është stampimi i fanellës. Tash nuk po i kam stampuar, po vetëm po i kuros. Të dalin sa më të kuros lojtarët në ndeshje. Dhe këtë e bën gjithmonë përpara çdo sfide. Po, patjetër. Po si, nëse do ketë edhe ndonjë ndryshim në formacione këto e bën gati apo e ke marrë para? Kam bërë, po thuaj se i bëra sot gati. Dy ndryshime që ishin i bëra. Dy ndryshime, i morën vesh më duket. Tosi, mban mend sa udhëtime mund të kesh bërë me kombëtaren, sa vite ke këtë punë, organizim të vazhdueshëm? Mbajnë mend, po nga 2002-shi deri tash pak shkëputi. 2 dekada gati, i kemi kaluar 2 dekada. Tosi, një nga hallkat kryesore të këtij zinxhiri, udhëton kombëtarja, gjithçka merret me vete, por edhe kur jemi në Shqipëri gjithmonë Tosi është i pari që shkon në ambientet e shtëpisë së futbollit. Pa Tosin, thash, nuk funksionon asnjë gjë. Ka të pa Tosin se pas zëmësueshëm nuk ka asnjë, po deri tash besoj se ja kemi arritur. Faleminderit. Faleminderit juve. Vazhdo. Një tjetër personazh i rëndësishëm që është pjesë e federatës edhe që merret gjithmonë me organizimin, mbarvajtjen e lojtarëve, përkthimin e tyre në media, gjithçka është Fation Kodra. Fation, e di që jemi në limitet e kohës. Ne kemi qenë vazhdimisht me ju, kemi parë se si organizoheni dhe se si gjithçka merr atë rëndësinë, kohën, përgatitja para sfidës. Kemi parë pak backstage-in, jo vetëm atë që shohim publiku. Na trego pak më shumë. Në fakt kjo është ndeshje kombëtare, ka një proces goxha gjatë pune, nuk është diçka që ndodh brenda një dite, sidomos për pjesën e domethënë prapavijës, po them, ose post-produksionit që quhen gjuhë televizive. Fillojnë kontaktet me UEFA-n për sidomos për pjesën unë merrem më shumë me pjesën e transmetuesve zyrtar, me pjesën e detyrimeve mediatike. UEFA ka një rregullore shumë qartë në këtë sens, është goxha e ngarkuar dhe normalisht ne fillojmë kontaktet më shumë se 2 javë më para me zyrtarin që kujdeset për pjesën e transmetimit ndeshjes, për pjesën e detyrimeve mediatike, daljeve, konferencat dhe vendosim një linjë komunikimi dhe përcaktojmë me orare, me ditë, të gjitha daljet, të gjitha konferencat, numrin e gazetarëve që udhtojnë për të ndjekur ndeshjen e kombëtares, sigurojmë akreditimet, shpjegojmë detyrimet që kanë apo mundësitë që kanë. Dhe mund të ndërhyj këtu sepse gjithçka ishte super e rregullt edhe gjithçka ishte gati, na kanë pritur, domethënë për këto gjëra je marti dhe këto janë gjërat e padukshme që ne nuk i shohim, por që realisht punojnë njerëz që të mirëmbahen edhe të jenë gjithmonë në kohë dhe të mos kemi gjoba si funksionon, mund t'ju trishet vëretjen nëse nuk organizoheni mirë nga UEFA? Po, patjetër, nëse shkelin rregullat, patjetër që mund të ketë penalitete, po jo ndonjëherë jo dhe financiare, por themi gjëra të nivelit tjetër, po themi kritika apo tjetër. Por siç e thash, kjo është një pjesë shumë e rëndësishme për UEFA, duke qenë se transmetuesit janë një zë shumë i fuqishëm të pjesa të ardhurave që merr nga UEFA nga kompeticionet, nga sponsor, nga marketingu në një farë mënyrë dhe shumë e kujdesshme dhe në çdo ndeshje të paktën ka 1 ose 2 zyrtarë që merren vetëm me këtë punë dhe me cilët ti do të koordinosh gjithë kohën. Qoftë për pjesën e intervistave apo konferencës një ditë para ndeshjes, qoftë për pjesën e konferencave, ti e ke parë dhe vetë çfarë ndodh pas ndeshjes, është një moment fluksi edhe shumë intensiteti shumë i lartë sepse do duhet shkosh domosdoshmë të zhveshjes. Pavarësisht rezultatit si është, du të marrësh lojtarët, ti sjellësh, Nën presion të vazhdueshëm, më trego pak në tërë këto vite punë me kombëtare, në udhëtime të vazhdueshme, në gjithë këto marrëdhënie me delegacionet huaja dhe me zyrtarë të UEFA, sa miq ke bërë, sa kontakte, më thënë sa ndikon edhe tek tu formim profesional, por edhe më tej. Po, në fakt,
Në fakt është diçka shumë interesante, pjesa e eksperiencës, pjesa e kontakteve, që të vlejnë shumë, sidomos në momentet caktuara. Ndonjëherë janë aq shumë sa ndoshta edhe s'kujtohet që kam një kontakt në X vend, ndërkohë do të shoh telefonin se mund ta kem rrit emrin dhe pastaj del që ai gjeta, okay, dakord, edhe kontakton dhe na ndihmon shumë jo vetëm për çështjet ndeshjes kombëtare, por edhe në momente të tjera të punës gjatë vitit. është goxha interesante dhe faktikisht me thënë drejtën kemi lënë gjithmonë përshtypje të mira të pjesës e bashkëpunimit, sidomos me pjesën tonë, me pjesën e medias, por edhe me pjesën tjetër organizative. Dhe feedbacku ka qenë gjithmonë shumë i mirë në gjitha ndeshjet ku kemi qenë, sidomos transfert, por edhe ndeshjen e fundit. Mjafton të them për shembull që ndeshjen me Serbinë. Realisht, si ishin vlerësim? Po, s'po flas për pjesën zyrtare, por paktën të marrëdhënie njerëzore pas ndeshjes, pres oficeri apo zyrtari i medias erdhi dhe na falenderoi shumë për bashkëpunimin dhe për organizimin, e vlerësoi me nota maksimale, por sigurisht ishte diçka, domethënë ndjesi pozitive, por nuk është hera e parë, sepse ne këtë ndjesi, sidomos edhe gjatë Euros, vlerësimet kanë qenë shumë. Nëse do veçoje në një nga këto eksperiencat tua, apo mënyrat të organizimit që ti ke parë, apo një kompeticion, një ndeshje, cila ka qenë ajo që të kalon më shumë bresa? Po do të thoja ndoshta europiani, finalet europiane në Gjermani, që ishte nivel pak tjetër në krahasim me të ndeshjet e kualifikuesve apo ndeshjet e Nations League-s. Nivel shumë i lartë, për shembull mund të them që vetëm për një ndeshje, nëse në ndeshjen me Letoninë ne kemi një zyrtar të UEFA-s që merret në pjesën e transmetimit, atë kisha 2 ose 3 të dedikuar vetëm për Shqipërinë. 14-15 transmetues pas ndeshjes, pra jam detyruar të marr Gjimshitin apo Bajramin dhe ta nxjerr në 10 intervista mas ndeshjes te Flash Zona. 14 shkuan shumë, domethënë, po ishte diçka shumë intensive, diçka shumë e bukur, atmosfera ishte pastaj jashtëzakonshme dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur, ndoshta më e bukur për këtë ndeshje. Pastaj edhe ndeshja me Moldavinë, kur u kualifikuam ndeshja në transfer, kur që na solli kualifikimin për në European, edhe ka qenë diçka moment shumë i bukur. Mund të kesh ke emocione realisht para ndeshjeve, duke qenë se ti je prapavija, por merresh me organizimin, je gjithmonë duke u siguruar të ketë shkuar gjithçka mirë, por për rezultatin, për këto ju ndodh që ndikoheni dhe juve? Ky është i vetmi moment kur kam emocione, domethënë ke pjesa e punës, nuk është se kam, domethënë në sensin që jam mësuar tashmë, po unë jam edhe çik tifoz i kombëtarëve, domethënë si shumë, kështu që e vetmi moment që kam, po themi, kam ngarkesa emocionale është momenti i ndeshjes apo ato 90 minutat. Pastaj për pjesën tjetër, nuk më bëj gjithë kohë që merrem me këtë profesion, po themi, me këtë profil dhe nuk është se kam probleme, por atë pjesën e 90 minutave e vuaj shumë. Ndonjëherë edhe se shoh dot të gjithën për shkak se duhet merrem me punë gjatë ndeshjes, por do të duron të shoh më vonë. Dhe tani, ke shumë punë, po të presin, do të kesh një drek zyrtar me Federatën Letoneze. Po, me Federatën Letoneze është një proces pune i zakonshëm, protokoll që ndodh para çdo ndeshje, siç ndodh edhe në Shqipëri kur vijnë delegacionet e huaja, ne normalisht i presim. Dhe do ketë edhe sot diçka të tillë tani. Një tjetër protagonist i rëndësishëm në një grumbullim të kombëtares është padyshim shefi Guzhi, nëse ai është një shef italian. Ciao shef. Përshëndetje shef, sa vite ke që punon me ekipet kombëtare dhe si është kjo eksperiencë? Il tuo lavoro con le team. Io con il team ho iniziato Unë me ekipin u bashkova në qershor të vitit 2024 në kampionatin evropian. Transferta e parë që bëm ishte në Austri në grumbullimin veror. Madje më parë në Tiranë, pastaj në Austri. Prima a Tirana e poi in Austria. È difficile lavorare. Për sa e vështirë është të punosh me ekipet kombëtare? Difficile no, però E vështirë jo, por është një përgjegjësi e madhe pasi jam përgjegjës për ushqimin, për gjithë procesin e ushqyerjes. L'alimentazione dei giocatori, quindi è una grande responsabilità. Da quanto tempo tu prepari? Sa kohë më parë të duhet të punosh dhe të përgatitesh menun për një grumbullim të ekipit kombëtar? Në ritiro di nazionale.
Menuja përgatitet bashkë me doktorin e kombëtares që ne më pas e dërgojmë në hotelet ku qëndrojmë këtu në Shqipëri, ose ndryshe në fazën e përgatitjeve jashtë me të gjithë specifikën e produkteve që ne kërkojmë. Nëse lojtarët do të kishin kërkesa speciale jashtë menus që ti ke menduar apo mjeku, ti ja u plotson ato? Duhet të them se janë shumë të mbarë. Nuk bëjnë kërkesa të veçanta, por unë përpiqem që t'i kënaq brenda mundësive. Sidomos pas darkës kur janë të shumë që kërkojnë ndonjë gjë tjetër, por ne përpiqemi gjithnjë që të ndjekim udhëzimet e doktorit. Jemi përpara ndeshjes me Letonin, çfarë kanë konsumuar lojtarët sot? Sot është ai momenti tipik përpara ndeshjes, si gjithnjë, pra kemi pastë integrale me lëng domate e veçmas, oriz të bardhë, omlet, krahor pule dhe barishte. Abbiamo l'omelette, abbiamo il petto di pollo e poi le verdure cotte e crude. Dhe kjo është një drekë e lehtë apo jo? Sicuramente sì. Me siguri që po. Bëhet nga nutricionisti dhe nga doktori. Le të themi që është një menu standarde për të gjitha ekipet në nivel ndërkombëtar. Ato europiane, sidomos ato italiane. Pastaj në pjesë të ndryshme të Anglisë, mendoj se ushqen totalisht ndryshe. Faleminderit, shef. Organizimi kombëtares është një zinxhir me shumë hallka. Një tjetër hallkë e rëndësishme është videoanalisti. Ai është njëri prej tyre që ne do ta shqetësojmë pak tani duke I marrë pak minuta nga koha e tij. Endi. Përshëndetje. Të ndërpres pak, shoh që je duke parë ndeshjen e kundërshtarit. Çfarë bën zakonisht përpara një sfide me kundërshtarin apo si e ndihmon ti trajnerin për të kuptuar më shumë rreth lojës? Atëherë ne analizojmë gjatë gjithë javës, jemi me trajnerin, jo vetëm javën e grumbullimit, por dhe çdo ditë në federat dhe përveç monitorimit që bëjmë për lojtarët tonë nëpër klubet e tyre, studiojmë shumë dhe kundërshtarin. Dhe zakonisht ditën e ndeshjes përgatisim një video me ato elementet më kyç të taktikës së kundërshtarit ose ato që ne kërkojmë nga skuadra jon dhe atë video e bëjmë direkt 2 orë para ndeshjes me ekipin ku trajneri I rikujton gjërat më të rëndësishme për ndeshjen. Realisht mund të themi që kjo është një punë shumë e rëndësishme, duke ndihmuar stafin teknik për të marrë informacione edhe më të detajuar dhe për të shkurtuar kohë. Sa kohë ke ti, më thënë ti që merresh apo si e përgatitur për të bërë dhe për të kuptuar, I bie kupton shumë mirë futbollin. Di çdo detaj dhe rregull që të kapësh dhe ato momentet që do t'i duhen edhe do të ndihmojnë ekipin. Atëherë ne në FSHF organizojmë shumë kurse, edhe kurse për trajner, kurse për përgatitje atletik dhe kemi edhe kursin e videoanalizës. Është një kurs që unë e kam bërë më përpara se të vija të punoja ke kombëtarja dhe aty çdo detaj të futbollit dhe si analizohet dhe si përdoret pastaj në video. Ne kemi disa leksione dhe I mësojmë të gjithë kursantët në mënyrë që ta bëjnë sa më mirë këtë punë. Ka ndonjë moment që e kupton që ekipi kundërshtar mund të mos jetë I fortë apo e kupton nivelin e tij menjëherë nga kjo puna jote? Patjetër, ne përveç pikave të dobta, studiojmë dhe pikat e forta dhe përpiqemi të kuptojmë se ku janë hapësirat apo kush janë lojtarët më të që ne mund të kemi një avantazh ose mund të krijojmë disa epërsi taktike apo edhe individuale për lojtarët tonë. Kështu që kjo është nga pjesët më të rëndësishme të punës. Mirë, nuk po të shqetësoj më, jo, ke ende edhe shumë punë, më duket, trajneri Silvinjo po e pret. Patjetër, kjo është një punët më të mëdha që kemi. Faleminderit, Endi. Tjetër hallkë e rëndësishme e këtij zinxhiri është përgatitësi fizik, ai është Iri Selimi, ndoshta mund ta themi një mjek apo një përgatitës fizike është si një fitness coach apo çfarë është realisht një përgatitës fizik aq më tepër në një ekip të rëndësishëm si kombëtarja. Hi Iris. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit. Në fakt përgatitja atletik sot në futbollin modern është një nga figurat më të rëndësishme, sepse ngarkesat fizike janë shumë të larta dhe menaxhimi dhe shpërndarja e këtyre të futbollistësh është një pjesë shumë e rëndësishme. Aq më tepër kur jemi në një ekip kombëtar, a ke edhe ti përgjegjësi për mënyrën e tyre apo se si janë
ngarkuar apo diferencimin që do bëjnë ata më pas gjatë stërvitit? Në fakt në ekip kombëtar është diçka ndryshe për sa i përket në klube, sepse në ekip kombëtar është vetëm menaxhimi i ngarkesave. Pra ne lojtarët kemi aq pak kohë në dispozicion sa ne duhet të rregullojmë ose duhet të menaxhojmë pjesë fizike, që ata të jenë të gatshëm dhe të arrijnë formën e tyre më optimale në ndeshjen e radhës. Sot do të bëni thjesht një stërvitje të lehtë, një rizgjim të muskujve. Çfarë është rizgjimi i muskujve për të mbajtur këtë tonus? Diçka që ne nuk e kuptojmë shumë mirë, por paktën shikuesit, sportdashësit, na trego pak më shumë. Po, zakonisht protokollet për prioritetin fizike kur sidomos në këtë rastin e losim në orën 9:45, që është goxha vonë, edhe futbollistët u këshillojnë të dalim në fushë. Çdo staf ka protokollin e vet. Neve sot aktualisht dolëm në fushë ku bëm një rizgjim muskular, siç e thatë edhe juve. Kjo është thjesht një aktivizim, një stretching dhe një tonus i një japje muskulaturës për të qenë sa më të gatshëm në ditën e sot. Dhe një kuriozitet tjetër është, ose e kam dhe unë të paktën, kur jemi gjatë një sfide, gjatë momentit që lojtarët janë titullarët, por shohim vazhdimisht dhe grupe të ndryshme të lojtarëve që po bëjnë zemjen, por që ndonjëherë nuk futen në fushë, domethënë nuk janë ata që e dini që do të jenë zvendësues. Më trego pak si ndahen, si i përgatisin atë moment gjatë sfidës. Atëherë, është e vërtet, gjatë ndeshjes gjithmonë stoli dhe gjithë lojtarët duhet të jenë në dispozicion dhe aktiv. Kjo mund të ndodhi për një dëmtim, për një ndryshim taktik, teknik që mund të ndodhi në trajnerin, pra bashkë me stafin kemi vendosur që gjatë lojës të gjithë lojtarët të jenë aktiv dhe të jenë të nxehur dhe të jenë të gatshëm. Ne zakonisht bashkë me trajnerin Silvinjo kemi vendosur që të ngrëm gjithmonë 3 lojtarë deri në 3, ato që UEFA na lejon deri në 5, i ngrëm 3 nga 3 çdo minuta që bëjnë aktivizimin, ku janë zakonisht një mbrojtës, një mesfushor dhe një sulmues. Në çdo rast të treja to sektorit të ndëmbuluara. Sot jemi përpara kësaj sfide, nuk po të pyes për një rezultat final, po ti si e ke parë ekipin, lojtarët, i kemi në një gjendje optimale fizike? Normalisht ky është fundi i sezonit, janë 2 ndeshje shumë të rëndësishme për neve. Ju sapo ndoqët edhe ndeshjen e fundit me Serbin, ku si përgjithësi përgjegjësi fizike mendoj që ishte një rezultat dhe një arritje e mirë, flasim për pjesën fizike, dhe po ashtu jemi shumë optimistë edhe për këtë ndeshje. Falenderoj shumë Iris. Faleminderit juve. Tani do të shqetësojmë një tjetër hallë të rëndësishme të këtij sistemi mjaft të ndërlikuar, këtij zinxhiri të Federatës Shqiptare të Futbollit. Ai është syri i Shqiponjës, mund t'i themi ndryshe, ka çdo detaj të mundshëm në rrugëtime të ndryshme të kombëtares. Geri, o Geri, të përshëndet. Faleminderit, faktikisht kjo është dalja ime e parë, dosha ti the syri i Shqiponjës, por unë të thoja është ai syri që vëzhgon ai syri 12, le të themi, që vëzhgon ose fotografon në momentet që i shohin gjithë. Për mua është privilegj, eksperiencë e bukur, ndoshta jam fotografi më i ri, le të themi, në moshë, kur shkojmë në për evenimente, po unë e bëj me pasion këtë punë edhe e pëlqej. Geri, sa kohë ke që je pjesë e kombëtares duke fotografuar, siç ti the, duke qenë 12-ta, por edhe duke shijuar këtë eksperiencë? Bëhet viti i tretë që unë ndjek kombëtare, që nga kualifikuesit e Europianit, në Europian, edhe Nation League, dhe tashmë në kualifikuesit e botrorit. Mirë, duket se ja ke marrë dorën, pasi së fundmi dhe rrjetet sociale të federatës kanë ndryshuar. Më the, nuk je vetëm ti, është dhe mënyra e montazhit që bëhen dhe virale. Keni video që kanë arritur dhe qindra shikime dhe sigurisht fotografi shumë të bukura që i përdorin dhe vetë lojtarët. Si ndihesh kur e shikon edhe ti punën tënde të ekspozuar pastaj në web dhe lajme të ndryshme? Po, feedbacku është pozitiv, domethënë share nga futbollistët që kanë mira klikime dhe është ndihesh mirë, realisht ndihesh mirë. Po edhe nga ana e produksionit që jemi ne, është i staf i madh, nuk jam vetëm unë. Unë jam vetëm terren dhe është i staf i madh që punon pas meje, që merren me deri tek algoritmi më i fundit që
që ndjekin trendet. Vërtet jemi munduar të kapim të gjitha mënyrat e organizimit dhe ato që nuk i kishim parë dhe unë vetë kam qenë kurioze, jo më njerëzit që janë larg edhe nuk afrohen dot. Duket një punë shumë e ndërlikuar, por që jeni të pajisur dhe me teknologjitë apo produktet më të fundit, ne jemi tashmë jo baras, po duket se jemi totalisht një federatë europiane që mbështet lojtarët e nuk na mungon asnjë lloj gjëje nga ana e teknologjisë, teknologjia më e fundit që përdorim. Si është Gjeri të fotografosh ato momentet e bukura, po si është kur nuk janë të bukura, momentet që ka humbur kombëtarja, kapësh ato ekspresionin e lojtarëve kur janë të mërzitur, më thënë, si i ndjek ti, si mundohesh të përqendrohesh, edhe ti je i përqendruar, thamë, lojtari 12. Faktikisht nuk kam parë asnjë ndeshje deri tashin që ta shijoj. Gjatë gjithë kohës jam punë edhe po e shijoj në mënyrën time. Mënyra më e bukur është që kur merr emocionin si feedback. Aty është feedbacku më i mirë që ke. Është emocionuese, ka pas ndeshje që ishin vërtet emocionuese, një ndërto edhe me Serbinë që ishte, por edhe ndeshje jashtë ka pas tifozë zëria, nuk ka munguar edhe është vërtet emocionuese. Pasur emocione pa dyshim në Europian, por më trego se cila do jetë ajo sfida që ti mund ta veçoje tani. Mund të jenë më shumë se një, por nëse të vjen më një herë në mend. Sfida që do veçoja dhe formimi im është për regji filmi dhe do doja që jo vetëm foto, por do doja ta bëja edhe film, është ndeshja në Beograd. Nuk besoj që do ndodhë ajo që ka ndodhur, por do doja një rikthim Beograd të ekipit kombëtar, do doja ta shija nga syri i kamerës. Do jesh, kështu që e ke ndeshjen e kthimit. Ne shpresojmë që të sjellësh kujtime të bukura pa ato fantashkencat që mund të donte një regjisor filmi, por që urojmë që të kapësh. Një dokumentar do ishte perfekt. Gjeri, të uroj suksese të mëtejshme. Shumë faleminderit. Faleminderit. Dhe mbëlsira për në fund është Lenida Halilaj, është për pak kohë është pjesë e Federatës Shqiptare, por i ka dhënë një imazh edhe zënë ndryshe këtij organizimi të vazhdueshëm dhe organizmi. Lenida, të përshëndes, të falenderojmë. Në fund po të shoh dhe në ambientin tënd natyral, nuk është vetëm një press conference, do të thënë një sallë konferencas, por është dhe fusha që ti ke ndjekur dhe ke fol për futbollin që shumë më përpara se të punoje për federatën. Po fakt, faleminderit Viola, është interesante të kalosh nga ulset e stadiumit këtu brenda ku ndodh çdo gjë. Në fakt, duke filluar që nga përgatitet përpara se të vim këtu në stadium, që kanë lidhje me akreditimet, me punën që bëjmë me gazetarët për të mbajtur edhe kontaktin edhe në lidhje me çfarë që mund të kenë nevojë për lidhjet, dhe më pas përpara se të nis pjesa e parë, kur ekipi del në nxemje, zakonisht mediat broadcasters kërkojnë një nga ndihmës trajnerët që në rastin që është Zabaleta, më duhet të përkthej Zabaleta në atë rast. Pra teknikisht nuk është se bëj vetëm përkthimin e trajnerit Silvinio, por që nis pak më herët. Mundon të krijoj edhe pak kontent për rrjetet sociale, duke qenë se aq njerëz sa jemi në një transfer, mundohemi të krijojmë edhe pak atmosferën e të qendrurit në stadium për gjithë tifozët, ndryshe nga kur jemi në Albania, po të paktën ta kenë pak atë dinamikën e çfarë po ndodh këtu. Psikologe, një fan se zjarrt e futbollit, të Real Madridit apo dhe Cristiano Ronaldos, këtu bashkohem me ty. Por më trego pak si është të punosh në këtë që sapo përmendën, në gjitha këto funksione, dhe e kishe menduar më përpara se do të ishte pjesë e një organizate kaq të fuqishme dhe duke përfaqësuar një komb? Jo, të them të drejtën, më kishte shkuar fare në mendje dhe fakt nuk duket sikur nuk lidhen fare psikologjia me atë çfarë bëjmë këtu, por në thelb psikologjia mund të hyjë në punë në çdo aspekt të jetës, sepse ti ke të bësh me njerëz, ke të bësh me komunikim, edhe lojtarëve në momentin që ti qasesh për t'i kërkuar për të bërë një intervistë apo për të dalë në konferencë për shtyp, sepse do duhet t'i përgatisim përpara, edhe me trajnerin e bëjmë një lloj bisede për të diskutuar mbi çfarë pyetjesh të mundshme mund të jenë ose se si mund ta interpretojë një situatë caktuar. Edhe ti duhet të njohësh pak mënyrën se si funksionon individi, kontekstin nga vijnë lojtarët, një pjesë prej tyre luajnë në klube shumë të rëndësishme, një pjesë prej tyre vijnë nga kultura që nuk kanë shumë lidhje me Shqipërinë sepse janë lindur e rritur jashtë, që të duhet pak të përdorësh pak të backgroundin psikologjik për të qenë sa më mirë, për të shkuar puna sa më mirë. Mirë, po nuk kemi herët ose të paktën kjo punë nuk ka përfundim, mund të ketë ndryshim, ti
tjetërsim, në një post drejtues më shumë je pjesë e këtij organizmi që po vazhdoj ta them, por që ka hallka dhe pozicione të ndryshme, nuk mund të përkthesh gjithmonë vetëm Zabaletra, por kur të ndryshohet dikush tjetër. Më thuaj se çfarë mund të bëj apo çfarë do dëshiroje të bëje pjesë sërish me federatën. Besoj se do doje të qëndroje në këtë vend. Po, pse jo? Unë shikoj, mua më pëlqen deri më tani çfarë kam krijuar aty, edhe mendoj që në një farë mënyrë duke lënë pak modestinë anash, mendoj që mund të kem sjell pak një lloj gjëje ndryshe me prezencën e një vajze tek ekipi kombëtar, por edhe prezencën e një psikologu. Ndoshta për momentin ne nuk është se e përdorim realisht psikologun në futboll, por hap pas hapi mund të jetë një moment shumë i mirë kyç nga ku ndoshta mund të frymëzohen që psikologu të jetë pjesë e ekipeve, qoftë kombëtare, qoftë e klubeve etj. Pra të bëhet pjesë e një organizmi dhe të miksohen pak të dyja. Unë fakt në federat në vazhdim do jemi përfshirë edhe te kurset e edukimit të ndryshme, sepse secili nga kurset është këto duam, gjëra të reja. Ka edhe leksione që kanë lidhje me psikologjinë, me komunikimin, me krijimin e marrëdhënieve, për shembull trajneri me fëmijët, flasim për licencat që kanë lidhje me grupëmoshët e vogla, kështu që është një miks gjërash, nuk është se shoh veten në një aspekt shumë specifik, por ndoshta pak nga të gjitha që mos bëhet dhe pak e mërzitshme puna, kështu që mirë. Por nëse do kujtoje të paktën këto ndeshjet apo organizimet e fundit që ti ke marrë pjesë dhe ke qenë ndoshta drejtuese, ideatore, apo që i çon para këto projekte, cili të ka frymëzuar apo deri tani po të lë më shumë bresa? Po, kemi luajtur futboll bashkë Viola për kancerin e gjirit, kështu që kam qenë përfshirë në disa aktivitete që kanë pasur të bëjnë me përgjegjësinë sociale, me workshope të ndryshme që janë mbajtur në ambientet tona në lidhje me diskriminimin, paragjykimet, racizmin, kancerin e gjirit, të drejtat e grave, dhe mendoj që është një hap shumë i mirë fillestar, sigurisht për të bërë pak më tepër në këtë kuadër në vitet në vazhdim. Mirë, Lenida, unë do doja të merrja vesh më shumë rreth Lenidës, kemi luajtur futboll bashkë, të kam ndjekur, të kam intervistuar, kemi qenë bashkë prezente në emisione të ndryshme. Sa emocione ke ti përpara sfidave tashmë që je përfshirë me kombëtaren? Shumë, janë emocione pak të çuditshme, sepse ndryshe janë emocione edhe si tifoz, edhe si person që më pas do duhet të kanalizosh këto emocione në një punë, sepse menjëherë ndisin edhe konferencat edhe intervistat me Silvinion dhe duhet të fokusohesh tek puna. Nga ana tjetër nuk e shijon ndeshjen 100% sikur kur je tifoze, as diskutohet, por që është më ndryshe e bukur në këtë lloj aspekti. Për mua një nga momentet më të bukura ishte ajo që sapo kaluam, në fakt një Albania i mbushur plot me atmosferë shumë bukur gjatë ndeshjes Shqipëri-Serbi, por edhe ndeshja në Wembley ndaj Anglisë ka qenë një moment shumë i bukur. Falenderoj shumë. Faleminderit shumë juve.